Gjithçka do të ndryshojë për mirë për këto 3 shenja të horoskopit. Pas 26 maj 2026, gjërat më në fund do të marrin drejtimin e duhur për këto 3 shenja të horoskopit. Jeta ka qenë e vështirë kohët e fundit, por tashmë shumë gjëra do të qetësohen. Gaforia. Këtë ditë do të kuptoni se pavarësisht gjithçka që keni kaluar, jeni në gjendje shumë më të mirë nga sa mendonit. Kjo ju sjell një ndjenjë lehtësimi. Për herë të parë pas kaq shumë kohësh, nuk doni të shqetësoheni pa arsye. Situata emocionale është shumë e rëndësishme për ju dhe tani do të ndiheni më të qetë. Virgjëresha. Fokusi juaj do të jetë shumë i fortë të ditë, por ndryshe nga zakonisht do të përqendroheni tek gjërat që ju sjellin qetësi dhe lumturi, jo tek stresi apo dramat. Për herë të parë do të kuptoni se shumë nga lodhja juaj mendore vjen nga fakti se i kushtoni rëndësi gjërave negative. Tani e kuptoni se nuk ja vlen të harxoni energji për ato që nuk mund t'i kontrolloni. Do ta ndjeni se jeni ju ata që vendosin drejtimin e jetës suaj. Bricjapi. Për ju, kjo është një periudhë shumë domethënëse. Ndikimi i Diellit dhe Plutonit ju bën të kuptoni se ja dolët të kaloni një periudhë të vështirë. Nuk ishte lehtë, por nuk u dorëzuat. Tani, gjithçka duket sikur po vendoset në vendin e saj. Do të ndjeni paqe dhe stabilitet, ndërsa optimizmi ju ndihmon të vazhdoni përpara me më shumë besim.